13 të ekzekutuar, shumica civil dhe mbështetës të opozitës në Siri. Tabloja e tmerrit që paraqit Amnesty International ka në sfond burgun sekret Said Naya, në shtetin e drejtuar me një grusht të hekurt nga presidenti Bashar al-Assad, që prej shtatorit 2011 dhe deri në dhjetorin e 2015-s, në atë vend sipas organizatës ndërkombëtare të drejtave të njerëzit, ka pasur çdo javë ekzekutime me varje. Autorizimi për episodet makabre vinte nga nivelet më të larta të qeverisë siriane. Raporti i nxjerr në pa një fushat sistematike varjesh masive të realizuara për javë, zakonisht në ditët e hëna dhe të mërkura. Grupe prej 20 apo 50 të burgosurish nxirreshin nga qelit e tyre e u thuaj se do të transferoheshin në qendra civile para burgimi, por në vend të kësaj çoheshin në një ndërtesë të nënveshme brenda Said Nayas, ku rrieshin për 2 apo 3 orë e pastaj vareshin që të gjithë. Amnesty kërkon Kombeve të Bashkuara nisjen e një hetimi transparent dhe të pavarur mbi ngjarjet e ndodhura në burgun e vdekjes. Vështirë se ekzekutivi sirian do t'i përgjigjet apelit të saj për të lejuar monitorimin e Said Nayas dhe institucioneve të tjera të riedukimit në vend, ndonse organizata i kujton se vëzhguesit e OKB-s do të jenë të pavarur. Për hartimin e këtij raporti u intervistuan 84 persona, përfshirë këtu ish të burgosur, gardian dhe zyrtar të burgut famkeq. Trupat e të ekzekutuarve, siç rezulton edhe nga dëshmit, ngarkoheshin nëpër kamione, dërgoheshin për regjistrim në spitalin e Tishrinit në Damask e më pas vendoseshin nëpër varre masive të hapura në një zonë ushtarake.